Kur jemi te pjesa të punësuarve, ka pasur zëra që jo të gjitha nacionalitetet janë të punësuara në mënyrë të barabartë, le të themi, apo ka mungesë të komunitetit shqiptar, rom. Si e komentoni ju këtë çështje? Në analizën që e kam bërë në post janë diku rreth 30% të punësuar shqiptar. Por fatkeqësisht gjitha shtresat të punësuarve ka qenë nivelet më të ulta në administratë. Tani janë bërë diku rreth 30 avancime në pozita udhëhecëse. Në të gjitha postet, nëse flasim në nivel qendror apo shtetëror, kemi për herë të parë që udhëheqim mbas 15 viteve me postën e Kumanovës një shqiptare. Do të thonë 20 vite në pushtet kanë qenë dhe nuk kanë arritur që ta kenë një drejtor shqiptar. Është hera e parë që kemi njëkohësisht edhe drejtor shqiptar në Kumanovë dhe drejtor shqiptar në Ohër. Kemi drejtor shqiptar në Tetov, në Shkup, në Gostivar, Divër, Kërçov dhe në Strug. Që nga 15 numri total që është i drejtorëve, ne I kemi 8 shqiptarë. Kur jemi tek punësimet, unë kam dëshirë të kem një transparencë të gjerë, dhe që ashtu dhe pyetjet e mia të jenë më transparente drejt teje. Ajo çka kemi dëgjuar, I dim se ka pasur akuza gjithashtu edhe për punësime partijake në institucionet publike. Çfarë do të thoshit ju për këtë pjesë? Absolutisht, lirshëm mund të them se nuk ka asnjë punësim partijak. Për krahasim për herave tjera kur janë kërcënu dhe janë shantazhu për një vend pune njerëz të cilët kanë pas nevojë të punësohen, këtëherë kanë të drejtë të gjithë të aplikojnë në konkursin e cili do të hapet, edhe pse sot pash oponent ton politik në Kumanovë kanë shprehur pakënaqësinë e tyre duke bërë një shkrim në rrjetet sociale se kinse Ministria e për marrëveshjen e Ohrit pas kemi bërë transfere prej aty. Së pari, Ministri për marrëveshjen e Ohrit nuk ka pas asnjëherë. Ajo ka qenë sekretariat. Së diti nuk është e mundshme ne të bëjmë transfere për shkak se ne jemi shoqëri aksionare. Ne nuk jemi, ne udhëheqemi me rregullore tjera. Dhe së treti, unë I inkurajoj opozitën ta ndjekin suksesin tonë që jemi të bërë për Kumanovën. Deri tani janë të punësuar diku 60 shqiptar, 30 janë të avancuar dhe 35 pritet në muajin tjetër që do të punësohen. Posaçërisht theksoj se punësim më të madh në pjesën e shqiptarëve nuk ka pas asnjëherë.